Donald Trump shprehu pakënaqësinë e tij për breshërinë e raketave dhe droneve me të cilët rusët goditën në orët e para të kësaj të njëjtë Kievin. 12 persona humbën jetën e mbi 90 të tjerë u plagosën, pasi 66 raketa të fuqishme e 145 dron goditën disa zona të banuara në kryeqytetin e Ukrainës, ndonse Moska tha se goditi objekte ushtarake. Përmes rrjetit personal social Truth, Trump i bëri thirrje Putin të ndalë sulmet. Nuk jam i kënaqur me sulmet ruse në Kiev, të panevojshme dhe në një moment shumë të keq. Vladimir ndalu 5000 ushtar në javë po vriten, le të arrijmë marrëveshjen e paqes. Në ditët e para të presidencës së tij, Trump kërcënoi Putin me sanksione të tjera të ashpra nëse dështojnë përpjekjet për arritjen e paqes në Ukrainë që janë nisë me tij. Një ditë më parë, zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt bëri përgjigjes Volodymyr Zelenskin për minim të bisedimeve pasi nuk pranoi planin e paqes të Washingtonit që parashikon që Ukraina të bëjë lëshime territoriale ndaj Rusisë.